miq, me ato që ka ndosja jo, ja u them unë ju këtu, në qoftë se do ishte dënim me vdekje, ajo do të mirë të paktën 2 dënime me vdekje. Me ato që ka vjedhë, me ato që u ka bërë ju, qytetarëve, të Kurbinit dhe Shqipërisë. Dhe ky përsëri blokon heqjen e imunitetit. Kanë mbajtur dje 6 orë mbledhjen. Dhe në fund e urdhëron kryetarin e kuvendit ta mbyll mbledhjen pa vendim dhe pa afat për mbledhjen tjetër. A do ta pranojmë në gjë të tillë? A mund të pranojmë ne këtë? A nuk mund të bëjmë ne atë që bën afrikanët kundër këtyre figurave të urrëra të kombeve që i vodhën? Edhe më shumë mund të bëjmë ne se ato. Ne kemi përmbysur një diktaturë 35 vite më parë dhe absolutisht do ta përmbysim këtë në mënyrën më të fuqishme, më të vendosur, më të shpejtë.